Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Unë i qytetari i Republikës dhe i persekutuar politik nuk mund të hesh përballë realiteteve që përjetojmë në vendin tonë. Për çfarë e keni fjalën? Një gjë, zoti Bashkim, që neve dalim në pazar dhe nuk dim se çfarë të blejmë. Sepse dëgjojmë këtu nëpërmjet jush, nëpërmjet medjave, që për para dhe muash në erdhi mishi kalbur nga Brazili, pulat ku edhe unë. Dhe nuk dinim me çfarë të ushqeshim. Kurse tash përsëri dela i vaj palmës. Kush e di ku ka hyrë ai, thonë ka hyrë të djathit, të sallamit, të gjalpi. Po më çfarë do hamë të gjitha këto tash ushqemi, mirë nga vitet 90, 91, 92 na thonë mish balene, ku dhe vaj balene, se s'kishte atëherë ishte krizë. Po tash mbas 27 vjetësh. Prandaj, unë nëpërmjet stacionit tuaj televiziv, shumë të nderuar, si persekutuar politik që thash, i drejtoren popullit. Pa një dekomunistizim, nuk mund të bëhet Shqipëria. Nuk mund të shkohet në Evropë me komunistat në balë, si që ishte atëherë në kohën e komunizmit, partia në balë, populli në këmbë. Prandaj, sot, mbas 27 vjetësh, ka ardhur koha që të zbatohen një herë për gjithmonë parullat e viteve 1990, ku tha vdekje komunizmit, u ngriti gjithë popullin në këmbë, ku tha liri demokraci dhe Shqipëria në Evropë. Ku është Shqipëria në Evropë, zotri? Unë ju falenderoj që sillni këtu mendimet tuaja, sigurisht retorikat e zhdukin në sensin e dialogut, por sidoqoftë sillin këtu atë çfarë mendojnë qytetarët. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Të falenderoj për emisionin tuaj parë dhe edhe për pasqyrimin e shtipit të ditës. Urdhroni. Flas pak për politikën sepse politikanët, po edhe një pjesë të analistëve, po e bëjnë qëra punë. Gjithsesi unë marrëveshjen e përshëndes mes dy partive. Po. Se më duket sepse është në mirë të popullit, për të mirën tonë. Po. Mirë, po në marrë shkas nga disa telefonus të emisionit tuaj, ku sot se Edi Rama, nëse Partia Demokratike pengon vetinkun, ne do prisim marrëveshjen. Tani ne mos tregojmë as naiv. Se kur është Edi Rama, ne do ta dimë. Ne e kemi mësuar gjatë këtyre 4 vjetëve. Është njëri i pandërgjeshëm, i papërgjegjshëm, i padrejtëshëm, pse jo dhe i pamoralshëm. E para. Po. E dyta, flitet për vetinkun, reforma në drejtësi, nëpërmjet telefonatave të emisionit tu, sigurisht. Mirë, po ne harrojmë që padrejtësia është në popull. Ne jemi ata që padrejtësinë e çojmë atje në qeveri. Ne duhet marrim përgjegjësi si popull. Pse ne padrejtësinë e çojmë atje, se ne jemi ato që votojmë. Të mirë për një tjetër, të mashtruar pa mashtruar, me nostalgji komuniste apo diktatoriale. Ne marrim këto i votojmë, edhe i çojmë në parlament dhe tani ku t'ja kërkojmë fajin ne. Pse? Pse e them këtë se tani akoma një pjesë njerëzit dalën në mbrojtje të Edi Ramës. Domethënë, duke e pa këtë qeverisje që 4 vjet, edhe një pjesë dalën në mbrojtje. Si i del në mbrojtje? Unë të them të vërtetën, se unë kam binet bjasa, nuk diskutoj që ti të gjithë i kupton. Po të flasim realitetin. Tani këtu bëhet fjalë për ndërgjegje ku është ndërgjegja. Tani po të bëh një krahasim qeverisës Berisha me Edi Ramës. Është distancë e madhe, domethënë ka një distancë shumë të madhe. Prandaj ne duhet të jemi shumë ndërgjegjëm për ato që flasim. Dhe e fundit, u bërë vërtet një pjesë analistëve. Po dhe një kosi dhe të intelektualve shqiptarë, po ato që bëjnë analitikën, zinë të ndërgjegjshëm, pavarësisht se ato i kanë bindet e veta, pavarësisht mund të thonë pa partia me partia, njën në tjetrën. Po bindet diku janë. Po të paktën realiteti si realitet. Analizën ta bëjnë siç është analiza. Siç është realiteti. Po analizat bëhen sipas një këndvështrimi apo jo? Nuk mund ta bëjmë të gjë. Sipas një këndvështrimi, siç është realiteti. Jo manshmëri politike në mënyrë absolute. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimet tuaja, ta përmbyllim tani se sigurisht 2 minutat kaluan dhe gjërat i tham. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes. Flisni. Përshëndetje. Urdhroni. Me bashkimin po flas. Bashkë po flasim, urdhroni. Jam mundua shumë mirë t'ju kap në emisionin. Hyni drejtë në temë, po. Pavarësisht, ju kapa, ju uroj për emisionet tuaja kaq të mira. Faleminderit, hymë drejtë në temë. Cili është problemi që doni sillni? Mbrëm ndoqa atë emisionin që ishte Monika Kryemadhi. Po. Edhe nuk me erdhi shumë nuk isha shumë e qartë se LSI-a ka filluar që bën fushat, do me thënë bëni 100 vota se do t'ju vë në punë. Një, kjo që nuk ishte fare nuk është në kodin e etikës së zgjedhjeve. Kaq kishit. E dyta do t'i bëj thirrje kryeministrit që të rishikojë për këto sigurime shoqërore, se është një doktor që ka bërë nami me kempet e pror. Edhe bën kempet, ka... Hajtë, përfundoni mendimin. Shumë kempe kanë dhirë, një, dhe i dyta nuk jam fare dakord në atë paraforcin që folja qash për kryeministrin. A ju ka bërë punën më të mirë në këto 4 vjet, pavarësisht gabimet e tij që ka. Dhe unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj dhe këndvështrimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zoti Bashkim? Mirë, ju lutem qartësoni pak zërin tuaj se s'ju dëgjoj mirë. Jam një qytetar i Durrësit dhe kam problem me energjinë elektrike. Keni vajtur tek operatori shpërndarës energjisë elektrike? Kam vajt te operatori shpërndarës elektrike dhe ata më bëjnë mbifaturim. Jam një pensionist, 2 vet jetoj në shtëpi. Është bërë mbifaturim dhe ju jeni ankuar. Çfarë ju kanë thënë kur jeni ankuar? Thanë që do fusim 5 kW sa mos me mbyll, tash i kanë futi 173 kW. Prap nuk di si do të sjell këtë problem. Pra një marrëdhënie e pamarrëvesh midis qytetarit dhe operatorit shpërndarës energjisë elektrike vjen si një dëshmi me zërin më të fundit. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, flisni. Isha dëshirë orime për emision. Çfarë do themi në emision? Të fitojmë kohë, hyjmë drejtë në temë. Urnani. Flisni. Nuk dëgjoni mirë. Flisni, ne ju dëgjojmë shumë mirë. Thoni mendimin që keni, ose problemin që keni. Emisionin, kalofshi një ditë të mbarë. Vetëm kaq, një urim. Faleminderit. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo. Po, flisni zotëri. Mirëmëngjes Bashkim. Mirëmëngjes. Unë kishe një problem tjetër, jam një ushtarak në lirim. Po? Shoh që vend sërhimet janë përkundër janë të gjithë të zonë nga banesa e të shkatruara nga planet jo urbane. Nuk e di nëse punon në Ministria e Mbrojtjes ajo. Pra vendosërimet janë të gjitha jashtë funksionit, thonë jo. Po. Unë ju falenderoj për konstatimin dhe denoncimin që sillni këtu në emisionin tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Flisni zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Jam një zonjë nga rrethi i Lushnjës. Vetëm ulni zërin e televizorit nëse doni të vazhdojmë bisedën. Jam një zonjë nga rrethi i Lushnjës, nga Çerme Lushnjës. E dëgjuam këtë. Çfarë problemi do sjellni? Ministri i Bujqësisë na gjenjeu na uzëtu që do jap lop, ne na ngordhën lop. Po? Edhe unë nuk kam hasi lop ma ke shtëpia. Po sikur u shpërndan lop. Sikur u shpërndan më duket lop, apo jo? Edhe nuk na dha. Jo, rrethit Lushnjës jo. Jam nga Çerme Lushnjës. Pra nuk është premtimi i ministrit, nuk ka mbritur në Lushnjë. Shumë lop që u kanë ngordhur lop. Neva po na majnë me gënjeshtra, neva ndum lop, po s'pat lop sa japin para. Që të blejmë lopën që të ushqejmë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni një realitet që sigurisht meriton zgjidhje problemesh. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, flisni. Mirëmëngjes, Pat. Flisni pra. Bashkim. Po. Tashi, gjithë njerëzit po ankohen.
edhe kanë të drejtë. Po duhet me i pyetje, a ka zgjidhje? Po zgjidhje nuk ka. Pse nuk ka? Po nuk ka. Se ne kemi pas mbi faturime, jemi ankuar, kemi vë kërkesa, ankesa. Dhe përsëri operatori shpërndarës energjisë elektrike vazhdon me kokëforsi, thënë. Ne ato i paguajmë se ke ju një internet, thot aja. Iku ky muhabet, ky popull u mësu, kjo është loj ku kam qeftash. Tani, e mori dhe tha do bëj shtet. Po mirë më bashkim, ky popull nuk është budall. E filloj shtetin. Filloj me burgjet. Kush pagoditat burg. Më kujtohet, po s'du t'ja harroj ky popull, kur ai lidhi korrenti se kishte fëmijën me bombër gazi, e futën në burg. Ajo gruaja që shkoi të rregulloi çatini shoqi dhe vdiq me fëmijët, filloi me burg. Tashi, këto gjëra janë shumë të tronditshme për këtë popull se vetëm populli i varfër nuk e hajnë të kokat e mdhaja, o bashkim. Dhe populli tashi pa buks, pa bar, pa ma, kur i kujton, filloi nga Vlora me tretol të ushem. Filloj, nuk e di, ju i ndofta dhe ju i mani mënë se i keni parë, pa ma që të bësh shtet tamam, jo për të varfërin të dënosh, dhe për të pasurin të lesh të bëj qep. E filloj me legalizimet, që në 2006 e ka vajza ime. As nuk pritet, as nuk diskutohet, ati pos pa të lek, mos u afro, mos bë gabim. Tani, me salën si bën, me këtë si bën. Ky popull tani do matet aq mirë kur ta japi votën, se që në 2006 e të bëj tjetrin në 2016 të bëj legalizim, ore, do të jenë të ndërgjegjshëm këto? Po, të thonë, filan vit. Pse nuk i nxjerrin me vite kur i kanë bërë në gazet, po nxjerrin vetëm emra. Emrat janë lek. Se dhe vajza ime do t'i kështë dalë. Se dhe përrez vajzës time mund t'jem bërë 30 shtëpi. Atere vajza ime nuk je plek. Edhe nuk vetë legalizimi. Kjo është shteti, kjo është drejtësia. Duhet të mendohet ky popull mirë të radhë, kur të japja të votë, mos gënjehet as me miell, as me premtime, se janë të gjitha boshe. Spitalet janë ku sret qameti, po s'bleve serumi vetë, të vdiq fëmija në spital. Bashkim, janë shumë gjera që populli po janë kuris. Ato janë gjithë të majmosur, nga sa shtëpia kanë e di vetë ato se ku i kanë shtëpia në çdo qendër pushimi, edhe kush ka mik ngre shtëpi, edhe kush ka mik nuk ngre shtëpi. Jo kështu bashkim. Nuk është shteti ky. Ky është shtet bastard. Edhe ky popull do i dënoj të radhë me këtë votë të lirë. Po, në falenderoj dhe juve që dhe ju sillni mendimin që keni, sigurisht atmosfera e fushatës do filloj të ndihet edhe në emisionin ton të drejt. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me bashkimin sa. Po, urdhroni, lutem, flisni. Falenderoj për emisionin. Faleminderit. Çfarë do të thoni në këtë emision? Ja, çfarë do themi? Do të bëj një pyetje bashkim. Isha dhe s'është pyetje e vështirë. Urdhë? Shpresoj të mos jetë pyetje e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Urdhroni. Na shi falenderoj për emisionin vajtja kaq vite. Po? Nuk kapshet. Urdhroni, flisni. Flisni pra. Na shi këto vërejtje që bën populli. Këta kryeministrat pararës e këta që janë sot, i djojnë këto problemet e popullit. Si e keni konstatuar? Me që kemi kaq vite dhe na keni ndjekur, ju si e keni konstatuar? Janë të vëmendshëm dhe zërit qytetarit? Populli është shumë i vëmendshëm. Jo, a janë qeveritarët të vëmendshëm? Si e keni konstatuar? Cili është konstatimi juaj? Populli bën gjithë ankesa, qeveria nuk bën asnjë zgjidhje për popullin. Për shembull, Po. unë do bëj një krahasim kështu, jo për bindje politike. Po. Edhe ti ta madhësh e vetja jote. Kur ishte më mirë populli në kohën e Berishës apo në kohën e sotme? Kush kishte letë më shumë në atë kohë? Ta themi me sinqeritet, jo me bindje politike. E para, e dyta, vjen data e dritave. Po? Na merë frika kur vemi atje. Paguajmë jo 2 fishin, po 4 fishin e energjisë elektrike. Po? Na kush e zgjidh këtë problem? Dhe ky është problemi i përditshëm nga gjithë populli shqiptar. Po. Vemi te problemi i drogës. Po, flisni. Na kur ishim më mirë me drogën, me Lazaratin apo me gjithë Shqipërinë? Po vuajnë djemt e nënave burgjeve. Kjo vjen nga mungesa e ekonomisë.
sa vare në litar, sa hajde nga ugjekjet, sa gjojnë forma të tjera për përmbysur jetën e tyre që nuk e shtyn dot. Në qoftë se këta pushtetarë që janë sot, sikur ti që cënosh e gjepi i tyre, çfarë mund të bëjnë këta, kur populli sot nuk nxjerr dot bukë në gojë? Shumë të faleminderit bashkë. Faleminderit edhe ju që sjellni dhe ju mendimet tuaja. Urdhroni. Duket se do në... Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, si e kaluat? Ulni zërin e televizorit dhe flasim. Atë, problemi që unë sot do të thirr këtu para jush, është në lidhje me banorët që jetojnë në shtëpit me ishpronar, të cilët nuk janë trajtuar në mënyrë të drejtë nga ana e vendimeve ose të lishmërisë nga ana e shtetit. Si nuk janë trajtuar në mënyrë të drejtë? Këtë e them sepse të gjithë qytetarët që morëm hallatet në kohën e kthimit nga monizmi në këtë treq situate që jemi tani, të gjithë u trajtuan në mënyrë të drejtë duke marrë hallatet tyre që kishin. Ndërsa ata që jetonin në shtëpi me ish pronar, u trajtuan duke i larguar nga banesat e tyre dhe duke i lënë mes të rrugëve. Ky do të jetë një problem i cili më duket duhet të ketë vëmendjen edhe nga pushtetarët të cilët ndoshta nesër pas nesër marrin qeverisjen e këtij vendi. Natyrisht që padrejtësitë janë të mëdha në qeverisjet e një pasnjëshme, por ky problem më duket sepse është shumë i rëndësishëm, duke menduar që nuk janë pak shtetas të cilët e kanë këtë problem, por janë me mira të cilët po e vuajnë. Po dhe unë ju falenderoj që ngrini zërin për një problem të rëndësishëm, sigurisht. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashki. Urdhroni. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat. Faleminderit, urdhroni. Quhem Mirakoçi. Po. Mersa. Ngrej përsëri problemin e trullit shkollës baletit. Akoma se keni marrë? Akoma se keni marrë? Pas 27 vitesh, unë përshëndes zonjën Sonila Qato. Pas 27 vitesh, bel vlera e trullit doli më në fund. Doli më në fund. Ti bën një thirrje njerëzore zonjës Qato për punën kolosale që ka bërë aty në ATP. Sinqerisht e përshëndes dhe e falenderoj jashtëzakonisht, por do desha të aplikoj vllai sa më shpejt, është në moshën 80 vjeç, do ta marr me taksi, ta aplikoj për të na shlyer kompensimin financiar të trullit që po i shërbejmë të shtetit për 27 vitesh. E përshëndes zonjën Qato për punën kolosale që ka bërë. Më në fund pas 27 vjetësh, ju merrni për del vlera e pronës tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe një herë. Jam një qytetare, një su në fshatin Bosh të Sarandës. Po? Dhe kam një problem me dritat. Po? Me këta të shere, sepse kam shumë muaj që nuk kam njësë pasu. Po? Dhe të shi mua më del që unë duhet paguaj drita që unë nuk kam jetuar fare. Dhe të sa hati im shkruhet që numrat nuk janë aqë, sa janë të këtë fatura. Po nuk keni paraqitur atje për të rakorduar këtë gjë? Unë jam paraqitur, po këtu nuk të avar njeri fare. Pra përsëri... Duke paguar gjithmonë fatura është mbi 200 kW më shumë. Përsëri kjo marrëdhënia e deformuar e operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike me qytetarët vjen me dëshmi qytetarësh. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Me 24 ndeshja bashkimin po Alzon. Flisni, bashkë po flasim. Urdhroni. Kam një problem. Cili është problemi? Politikët me gjitha rrotullohet rreth saj për një pronë. Se mora vesh problemin edhe një herë? Kam problemin në një prone. Po? E kam blerë privatit me fjalë qysh në 93-shin. Po? Nërsa në vitin 2000 kina bërë hipotekën që kina blerë ma vonë nga i person. E më shoq, se ta që nuk jetën ma që ka blerë të kjo, me qënë se në jena njërës thjesht, nuk jema teorisë, pashos që të dim regullat, kur ka kontaktua për të blerë një shtesë prone, edhe për me bë ndërtim kati, plash nga leza, i kanë ka
propozua që me qenë se ashtu mund ta blej edhe në shtet. Ishte dhe ka bërë një pagesë tjetër të cilën edhe prefektura, qarku me fjalë Lezhës, edhe komuna e kanë pranuar. Dhe si blerja e parë tek privati dhe blerja e dytë është bërë me kontratë. Unë shkoj në 2016 për të bërë një aplikim, pronës të isha ta hipotekosha sepse kisha një nevojë për të marrë një kredi. Në një kohë që këtë pronë e kam pas më përpara peng për një kredi të BKT. Po kam përshtypjen që e gjitha kjo që thoni duhet ja shpjegoni një juristi i cili pastaj t'ju orientoj për ku janë shkeljet dhe ku nuk janë shkeljet. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto 2 minutat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Mirëmëngjesi. Po flisni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes pra. Alo, mirëmëngjesi. 4 herë tha mirëmëngjes, flisni. Jam një banore nga Vlora. Po? Më dëgjoni? Ju dëgjoj, flisni. Kam një problem, jam një banore nga Vlora. Po mos përsërisni, po flisni, hyni në temë. Kam 25 vjetë që jetoj të ka i palati. Po? Tashti na vile na kanë vënë në roje private. Po? Nuk e di çfarë problemi, atje na ka futur nafta. Tashti flitet që do na i marrin. Ku do vjen, jemi gati 15 familje. Se mora vesh, shumë e paqartë kjo gjë që thatë ju. Si roja private do ju marri? Roja është për të ruajtur. Po roja kë do ruaj atje? Po pallatin ndoshta, nuk e di, më na sqaroni për. Po ne jemi banorët, atje kemi 25. Po na sqaroni rrethanën se çfarë. Ju e keni privatizuar? Nuk e kemi privatizuar. Po prandaj ndoshta dhe ju mendoni që ka ardhur roja i objektit shtetëror. Është 1 minutë kohë për një telefonat tjetër të fundit të shkurtër. Urdhroni. Zoti Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë zërin e televizojit ose jam i detyruar të ndërpres bisedën. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni, kemi pak sekonda tani. Atëherë përfundojmë këtu bisedat e ditës së sotme. Ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.